Gjatë numërimit të votave të diasporës, numërues të Partisë Demokratike kontestuan një numër votash të mbërritura nga diaspora me pretendimin se kryqi i vënë në kutinë e subjektit zgjedhor Partia Socialiste, duke i plotësuar nga e njëjta dorë. Më tutje edhe përfaqësuesi i PD-s Flamur Noka doli përpara mediave dhe kërkoi të shpalleshin të pavlefshme ato flet votimi si rast shitblerje votash. Zbulimi i Flamur Nokës u përdor edhe si një nga llojet e shitblerjes së votës së diasporës. Sipas përfaqësuesve të PD-s, shenjat ishin plotësuar nga i njëjti stilolaps, por duket se ishte e pamundur që të provojë trafikimi i tyre sako që votimi i diasporës nuk u nënshtrohet dot të njëjtave standarde sigurie si në votimin në qendrat e votimit brenda vendit. Këtë të martë në mediat e veta sociale, kandidati i PS Erion Braçe ka publikuar disa flet votimi që janë riklasifikuar si të pavlefshme nga Kasi. Nëse vëzhgon fletët e votimit që publikon Braçe, ato janë dukshëm të njëjta në stilin që kanë zgjedhur votuesit që të plotësojnë shenjën në flet. Votuesit kanë zgjedhur që shenjën e kryqit ta vendosin në krahun e kundërt me kutinë e rezervuar për këtë qëllim. A është kjo forma e votimit që u është sugjeruar votuesve nga vetë Erion Braçe që ai të dallojë votues të caktuar? Fakti që kjo kategori po zbulohet në njësinë 5 ku Erion Braçe ishte caktuar gjatë fushatës shton dyshimin mbi formën që kanë zgjedhur disa votues për të shënjuar fletët e votimit pro tij. A ka ndonjë arsye sepse një votues zgjedh të shënoj votën jashtë kutisë së dizajnuar nga KQZ për këtë qëllim përveç se t'i dëshmoj deputetit që ja kanë dhënë atij votën? Përfaqësuesi i Kasit, Koli Bele, shpjegoi se Kas nuk bën hetime por vetëm administron procesin, ndërsa PD duket se nuk i gjen problematike këto flet votimi për Erion Braçe.